Kryeministri Edi Rama si rrallëherë ka shfaqur ditën e sotme në rubrikën e tij në rrjetet sociale Sy edhe frikon për partitë e reja që po përgatiten seriozisht të hyjnë në skenën politike shqiptare, duke parë edhe sondazhet e fundit në televizionet shqiptare, ku partia e Shehajt, Lapajt dhe Qorit janë në garë për të hyrë në kuvend. Ai ka nisur edhe sulmet e para të drejtë për drejta ndaj tyre, që deri sot i ironizonte ose nuk i konsideronte fare. Sot shefi i qeverisë, që është konsumuar prej 12 vitesh në pushtet, i cilësoi këto parti të reja si shëmbulltyra që kërkojnë të hyjnë në valle dhe pastaj bëhen kandidati më i ri dhe më i vjetër këtu jam unë në kuptimin e energjisë. Në listat e PS-s gjen më të rinjt dhe ata me eksperiencë. Duhet një parti e re, imitacione të një partie që ishte e treta dhe e vërteta deri dje, që u bë barra dhe halli i shqiptarëve. Për këto nuk ka nevojë Shqipëria, pasi janë vetëm shëmbulltyrë që kërkojnë të hyjnë në valle dhe pastaj bëhen grabitçare, u shpreh Rama. Ai tha se është kandidati më i ri dhe më i vjetër, duke ju referuar energjisë dhe eksperiencës, që sipas tij bashkojnë në listat e Partisë Socialiste. Duhet një parti e re, citoi Rama një komentues, duke shtuar se Shqipëria nuk ka nevojë për imitacione të një partie që deri dje ishte e treta e vërteta e sot është bërë barr dhe hall. Për disa muajsh në Shqipëri ka nisur të ndihet një rritje e ndjeshme e interesit publik ndaj partive të reja politike, një zhvillim që lidhet me pakënaqësinë e qytetarëve ndaj partisë në pushtet dhe Partisë Demokratike. Në sfondin e një krize të gjatë besimi në klasën politike dhe mungesës së reformave të ndjeshme, qytetarët veçanërisht të rinj dhe diaspora nuk shohin tek partitë e reja një mundësi për ndryshim dhe përfaqësim ndryshe. Shqetësimi i Ramës është pasqyruar edhe në sondazhet e fundit të publikuara nga disa televizione kombëtare, ku partitë e reja kanë arritur përqindje të konsiderueshme mbështetjeje, sidomos në qarkun e Tiranës.